Aldi! Aldi! Merë. Qa ka? Në bazë të kompetencave ligjore dhe pas ankesave të përsëritura nga Komiteti I Prindërve thirrë për paraqitjen të menjëhershme në sallën e gjyqit, Aldi Gjoka, Kristo Cerriku, dy shokë se personat e sipërpërmend kanë kryer veprime të vazhdueshme shqetësuese dhe terrorizuese ndaj fëmijëve. Data 11 prill, ora 11:11. Merë Kristo Cerriku terrorizues. Të marrun? Ti pra. Të marrun? Po pra. E dërësi tira, se kive një qenë një fli 4 vjeç që s'di not. Foto ti tash. Ja. Qa ke më? Ti dhe mi dhen makine si fëmijë 4 vjeç që s'ka patent. Okej, gaz! Prova! Ke video me Kristo, si s'ka prova më. Po qa pro? Ti e vure flakën një kompanie. Si me ndonë t'i vim flak. E vu jashtë. Jo, e vure ti nuk ka rëndësi jashtë, po brenda i vure flakën. Po Kristo I the asaj vajzës ti din me bave të mgrosh ti shkatrove ëndrat një fëmijë 4 vjeçë. Qa di me bati? Grosh. Të më tregu mu për Po terrorizim. kur lidhe- Ti le fëmijët me Po, kur trauma. lidhe mbas pe me një fëmijë. Ore idiot, do lidhesh një fëmijë. Jo, falënderoj. Ah, okej, zë. Nëse, nuk ishte mrapa pemë, ishte para pemë dhe e lidhën bashkë s'dia më men. Po pra, po. Ti, Po. është aty jo. Fund ditës ti duhet bëj emision me mua, jo më me ty. Po kjo është arsye si ke terrorizuar ti se s'ke dash me boti Jo, emisioni. po është linja mbajtës Ka që do ta jotja. nes tu. Hajde me kutit të gjykata. Jo. Pa shoh zotin po veç dek shumë.